أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأذريمة إتاكوين الله عز وجل صلوات والسلامات يدرقون محمد عليه الصلاة والسلام Paqja dhe mëshira Zotit xhallahu ala qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër e motra, jemi tek cikli i ligjëratave para syfyrit, në të cilat ligjërata po mundohemi të meditojmë surën nga libri i Allahut azza wa jall. Dhe kemi startuar në një surë të re pas përfundimit të surës An-Nazi'at. Kemi filluar me surën An-Naba, apo që është e njohur tek njerëzit, amma yatasaelun, sura me ajete të shkurtra, të cilat ajete ngërthejnë vetëm mësime dhe porosime madhështore. Dhe kemi thonë që është sura që ka zbrit në Mekë, nga se trajton thotë çështje të ditës së gjykimit, një nga arsyet. Është ligjërata e dytë lidhe me surën An-Naba, dhe kjo ligjëratë do të jetë, do thotë, leximi i drejtë i ajeteve, përkthimi i tyre në gjuhën shqipe dhe tek tuk ndonjë dobi. Pastaj për të thelluar në ligjëratën e ardhshme nga ligjërata e ardhshme, për të thelluar në meditimin e ajeteve dhe surës në përgjithësi, për të shkoqitur mësime dhe porosin nga më të ndryshmet, qofshin nga aspekti i moralit, edukimit, qofshin nga aspekti i besimit të pastër islam. Allahu azza wa jall e ka fillu kjo sure dhe mbas të fillimit të kësaj sure e ka marrë edhe emërtimin surja Naba. Zoti xhallahu ala e ka fillu surën në këtë formë, nga se i dhujtarët Mekas, do thotë, kanë dashur me pyetje dhe kanë pyetur realisht për ndodhinë e lajmit të madh e ditës së Kiametit, dhe si përgjigje ndaj tyre, Allahu azza wa jalla ka fillu surën në këtë formë. Amma yatasaelun anin naba'il azim. Për çka ata i bojnë pyetje një tjetrit për lajmin e madh të rënditës. Allahu azza pra ka treguar që ju çka po pyetni pyetje për ditën e Kiametit, do thotë ju realisht nuk e besoni këtë ditë, realisht jeni mohues tek kësaj dite. Andaj cila është esenca e pyetjes që ju jeni duke ja parashtru robi tem, andaj nuk jeni duke mohuar ditën e gjykimit. Cila është esenca e pyetjes dhe çka do t'ju ndihmojë juve përgjigja. Pastaj Allahu tha anin naba'il azim. Realisht ata janë duke e pyetur një tjetrin për një lajm të madh, do të lajm tronditës, lajm i cili është i frikshëm, mirë po i pakontestueshëm, që ka më ardhur lajmi i tillë. Alladhi hum fihi mukhtalifun, lajm për të cilin, do thotë, ata janë vetë në kundërshtim me një tjetrin. Çfarë aspekti në kundërshtim? Allahu ka dashur me thonë që polemikat shterpe, polemikat në mënyrë provokative nuk kanë dobi. Andaj thjesht mos humbni kohë, se ju jeni në kundërshtim me një tjetrin për ndodhinë e Kiametit, për lajmin e madh. Do thotë, disa njerëz i besojnë, e disa prej tyre, do thotë, nuk i besojnë ndodhisë së Kiametit. Andaj për çdo çka po pyetni ju, vetë jeni pikë 5 dhe nuk jeni të përbashkët në një pikë. Kella sayalamun thumma kella sayalamun. Atëra Allahu azza wa jall ju kërcënu në farforme me dënim të gjithë ato që mohojnë lajmin e madh, të gjithë ato të cilët mohojnë ditën e gjykimit. Tha kella sayalamun thumma kella sayalamun. Thotë jo mos pyesin, sepse ata do ta kuptojnë dhe do ta marrin vesh për ditën e Kiametit. Parse i tha mos të pyesë se do ta kuptojnë. Pra kjo është vepër e ashpër dhe realisht është një paralajmërim i dukshëm, i sigurt nga Allahu azza wa jall, që kanë me pas dënime nga më të ndryshme, të tmerrshme, të gjithë ata që e mohojnë lajmin e madh, të gjithë ata që e mohojnë ditën e gjykimit. Andaj besimi në ditën e gjykimit është prej kushteve të imanit besimit. Dhe mohimi i kësaj dite është ndalje nga feja Allahut azza wa jall. Pastaj Zoti xhallahu ala
ka përmend disa krijim të ri, krijime që i ka bo Xhellahu Ala, dhe këto krijime që i ka bo Allahu Azza wa Jall, japin me kuptu dhe shpijen në besimin se që ky Zot, o ju mohues, që ka kriju këto krijesa gjigante, do marrin vesh për shkak të fjala, kjo është i plot fuqishëm pastaj edhe për t'ju ringjall juve nga vdekja. Për t'ju sjell juve, do thot para ti Xhellahu Ala, apo për t'ju ringjall nga një trup i cili tashmë është bërë pluhur dhe hi, apo dhe. Tha Allahu Azza wa Jall, duke tregu fuqinë e tij absolute madhështore, duke tregu se ai është krijuar suprem, dhe duke tregu, do thot, fuqinë e tij, do thot, dhe duke tregu se ai bën çfarë doj, Xhellahu Ala, qoftë të ringjall njerëz, qoftë të krijoj diçka nga hiçja dhe kështu me radhë. Allahu tha, Alham naj'alil arda mihada. A nuk e bën në tokën, do thot, të përshtatshme. Mihada, tekstualisht nëse përkthejmë gjuhën shqipe, kanë thonë dietarët e gjuhës, është për qëllim mihada shtrat. Do thot e përshtatshme. Do thot për njerëzit apo për krijesën e përgjithësi. Do thot ka tregu që e ka përgadit Allahu Azza wa Jall tokën, e ka rregulluar për krijesat, e ka bërë të shtrirë dhe stabile. Kush është ai që ka kriju këto? Allahu Azza wa Jall, ti që ec me këmbë në tokë, duhet të meditosh rreth kësaj çështje. Wal jibala autada, ndërsa kodrat i ka bu Allahu shtylla. Do thot i bëri shtylla për disa arsye. Me forcu tokën, me stabilizu tokën, që ajo tokë tjetë, do thot, e stabile dhe qëndrueshme, dhe të mos dridhet bashkë me banorët e saj. Do thot, sado që ka banorën tokë, sado që rëndohet toka, ajo tjetë stabile, dhe do thot të mos ketë dridhje. Allahu Azza wa Jalla. Pastaj tha, "Wa khalaqnakum azwaja", ne ju kemi krijuar në çifte, do thot në mashkull edhe femër, që do thot secili kënaqet me palën tjetër dhe përmes kësaj kënaqje intime, do thot shtohet lloji njerëzor apo bimor apo edhe i kafshëve dhe insekteve. Ka edhe ajete të tjera që flasin, do thot në këtë kontekst, në lidhje me këtë ajet. Allahu Azza wa Jalla, "O min ayatihi an khalaqa lakum min azwajikum azwajan min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Dhe nga faktet se Allahu Azza wa Jalla është një, është Allahu krijoi për të mirën tuaj, do thot nga vetë lloji juaj, palën tuaj gratë, që të gjeni preje tek ajo. Dhe Allahu krijoi dhe bëri që të ketë mes juve dashuri dhe mëshirë. Pastaj tha, "Wa ja'alna nawmakum subata", dhe gjumin na u bën juve pushim. Do thot përmes pas aktiviteteve të shumta ditore, pas lodhjes, djersitjes, frapimi pas nevojave të shumta tek kësaj bote, apo gjatë ditës ngarkesa të shumta, Allahu Azza wa Jall tha, do që na u bëm juve, do thot natën mbulesë, do thot çish ka thonë në surën Furqan. Për shembull, do tha, "Wa ja'alna nawmakum subata", natën do thot gjumin u bëm juve pushim. Dhe sa në surën Furqan tha, "Wa ja'alna al-layla libasa", na do thot u bëm juve, do thot natën mbulesë si rrobat, do thot errësira natës i mbulon njerëzit. Pastaj Allahu tha, "Wal-layli idha yaghshaha", do thot në këtë kontekst në surën El-Lejl, pasha natën, do thot kur ajo e mbulon ata. "Wa ja'alna al-layla libasa", thot Qatada, Allahu ka dashur të tregu që, do thot në surën Nebe, që natën u bëm juve qetësim. Pastaj tha, "Wa ja'alna an-nahara ma'asha", ditën u kemi bë juve gjallënim, do thot të ndritshme, dukshme që njerëzit çojnë se çfarë po punojnë dhe të jetojnë, të fitojnë, të bëjnë tregti dhe gjërat që do t'i ka leju Allahu Azza wa Jall. "Wa banayna fawqakum sab'an shidada", dhe na kemi ndërtuar mbi ju një shtatje të fortë. Është për qëllim për shtat ka qej, gjatësia e tyre gjigante, lartësia, gjerësia, precisiteti në krijimin e tyre, do thotë zbukurimi me yje, këto çështje i ka krijuar Allahu Azza wa Jalla, i cili është krijues suprem. "Wa ja'alna sirajan wa haja", dhe kemi vendos ndriçuesin që flakron, do thotë është për qëllim për diellin, i cili ndriçon gjithë botën, dhe drita e tij edhe i bën drejt ndriçim banorëve, po edhe do thotë ngroh banorët që janë në tokë. "Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjaja", dhe prej do thotë prej rreve të shtrydhura kemi lëshuar shi të madh, do thotë ju kemi dhënë shi me bolluk, që do thotë të kenë, do thotë shi të bollshëm,
dhe të mos do thotë ketë mungesë të shiut. Andaj Allahu Azza wa Jall ka treguar që është ai i cili i jep këto mirësi. Këtë kontekst janë edhe fjalët e Allahut Azza wa Jall në surën Rum ayat 48, Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi as-sama' kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi. Allahu është ai i cili i lëshon errat, e ato lëkundin e ret dhe ai i shtrin larg si të doj, i bën ato edhe të ndara në pjesë të ndryshme dhe përmes tyre e shese si pikon edhe se si bie shiu. Pra, i bën Allahu që nga ret të bie shiu me urdhën e tij subhanahu wa ta'ala. Linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Tregon Allahu pse lëshon shi, që me të rrisin drithra e bimë të ndryshme, edhe kopshte të dendura palpal. Pra, me këtë ujë të këndshëm, të dobishëm, të bekuar na i rrismi, do thotë këto çështje. Dhe këto ndodhi me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht ka edhe ajo tjetër që është në këtë kontekst, ku Allahu Azza wa Jall tha në surën Ar-Ra'd ayati 4, وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Në tokë të copë sipërfaqesh të ngritura njëra me tjetrën, kopshtet të hardhis, të mbjellura të lloj-llojshme dhe hurma bim që këto janë të degëzuara në shumë trupa dhe ajo të degëzuar nga një fije filiz. Edhe gjitha ujiten një nga një me ujë. Dhe ne shihen në ngrënjet e frutave e kemi dalluar njëra prej tjetrës dhe kjo dëshmon se ka argumente për njerëzit që janë të mençur. Allahu akbar. Të gjitha këto çështje aludojnë se është një krijuar gjigant dhe suprem subhanahu wa taala. Pastaj Allahu Azza wa Jall bën shkputje dhe prap kthehet tek çështjet e ndodhisë së ditës së gjykimit për të treguar këtë ndodhi dhe për të marrë mësim të tjerat. Andaj Allahu Azza wa Jall do të ka treguar që ato që ka caktuar Zoti, do thotë as nuk përshpejtohet dhe as nuk vënohet. Dhe kur ndodh kiameti e din vetëm Zoti. As ka mundësi me përshpejtu, as nuk ka mundësi me vënu ato që ka caktuar Allahu Azza wa Jall. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Tha Allahu dhe atë ditë nuk e shtym deri në afat të caktuar. Pastaj tha Zoti, yawma yunfiqu fi s-suri fatatuna afwaja. Është dita që i fryhet surit e ju vini grupe, do thotë do të vini turma me njerëzit. Dhe normalisht secili pejgamber ka mu paraqit para Allahut Azza wa Jall, do thotë me popullin e vet. Siç ka thënë Zoti, yawma nad'u kulla unasin bimamihim. Ditën kur na thrasim se cilën pal me imamin e tyre apo udhëhecin e tyre. Dietarët do thotë kanë thonë për tyre Buhariu, do thotë për Buhariu se pejgamberi ka thonë, ndërmjet dy fryrave, do thotë fryrave të surit do të jenë në 40. I thanë ja Rasulullah 42, tha jo. Tha 40 muaj, tha jo. 40 vjet, tha jo. Pastaj ka vazhduar, pastaj Allahu do të lëshojë shi prej qiellit dhe njerëzit do të mbinë sikurse mbin bimët. Çdo gjë të njeriu kalbet me përjashtim të një ashti. Ajo është, do thotë ashbu dhëmë, është do thotë ashti i cili është në fund të bosit korrizor. Nga ky ashtu do të formsohet njeriu dhe do të formsohet trupi i tij realisht në ditën e gjykimit. O futihat as-sama'u fa kanat abwaba. Dhe qielli a ditë hapet bëhet dyer, do thotë rrugë dhe shtigje për zbritjen e melekëve. O suyratil jibalu fa kanat saraba. Dhe kodra shkulen dhe bën pluhur, do thotë si val, rrezës, do thotë vën si vëgim. Në këtë drejtim ka edhe ajet tjetër që është i ngjashëm, ku Allahu Azza wa Jall thana në këtë ajet, wa tara al-jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sura Naml ayat 88. E ishe kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin sikurse rreth. Pastaj tha Allahu Azza wa Jall, wa takunu al-jibalu kal-ihn al-manfush. Dhe kodrat do të bëhen si lesh ish prishur. Do thotë do të bëhen si janë diçka, por në fakt nuk janë asgjë. E pastaj normalisht do të jepet urdhër për çdo, do të zhduket dhe nuk do të ngjiret asgjë nga këto kodra gjigante. Dhe Allahu tha në këtë kontekst, wa yasaluna kanil jibali në surën Qaria, fa qul yansifuha rabbi nasfa fa yadhruha qa'an safsafa. Dhe kur të pyetin ty për kodra, thuaj Zoti im mund t'i bëj ato thërmi të shpërndara dhe vendin e tyre do thotë ta bëj rrafsh pa far bim, do thotë pa far bime e ndërtese. E nuk do të shosh as ulsin të kodrave as lartësin e kodrave. Inna jahannama kanat mirsada. A ditë xhehenimi është do thotë në prit, do thotë i prit njerëzit. Dhe normalisht i prit ata që janë mëkatar keqbërës pa dëgjueshëm, të cilët do thotë i kanë kundërshtuar urdhët e Allahut dhe normalisht vendsërimi i tyre është xhehenimi.
labithina fi ahqaba, aty do të mbesin, do thot për tër kohën, do shndrojnë ose një periudhë kohore, nëse kanë ndek me iman për shkak gjunave dënohen e pastrohen, ose nëse kanë ndek me iman do qëndrojnë për gjithmonë. Nga sa Allahu Azza wa Jall do të ka treguar që ata që vdesin pa iman hyjnë në xhenem dhe nuk dalin kurrë, sa ata që vdesin me iman. Nëse hyjnë në xhenem për të pasruar, shpresohet një herë me dal. Labithina fiha ahqaba, do të mbesen, do thot me pa fat caktum. Do thot do të jenë për gjithmonë në xhenem, ata do thot është do thot për ata që kanë ndek pa iman, ndërsa ata që kanë ndek me iman normalisht kanë afat të caktuar se sa do të qëndrojnë, do thot në xhenem. Kuptohet llogaritja botën tjetër dallon nga llogaritja e kësaj bote. La yadhukuna fiha barda wala shraba. Në xhenem nuk do të shijojnë as freskim as ndonjë pije. Do thot nuk do të gjejnë as në freskim për fytyrët e tyre, për trupat e tyre, për zemrat e tyre, e as ndonjë do thot ndonjë pije të këndshme, të freskët për ta shurë dhe për ta largu etjen. Nga se e kemi dëgjuar dhe fjalën e Allahut Azza wa Jall, pra ku thot Allahu illa hamima wa ghassaqa, këtë kontekst përveç ujë të val, do thot e kalbësir Allah na ruaj. Jaza wifaqa. Dhe këto e kanë për shkak se është në shkim i merituar nga Allahu Azza wa Jall dhe nuk është padrejti për shkak veprat e tyre të këqija të liga që i kanë vepruar se kanë qenë në dunja. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ata thot Allahu Azza wa Jall ishin që nuk kanë menduar se një ditë do të japin llogari për Allahut Azza wa Jall, pra s'kan besu që ka marrë dhe gjykimit, edhe kanë më llogarit për Allahut Azza wa Jall për veprat që i kanë bërë. Dhe njëra nga arsyet që do të hinjë në xhenem është, që ka thënë Allahu në surën do të Mudaththir, është o kunna nukadhibu bi yawmid-din. Hatta atana al-yaqin. E kena mohuti të rinjallës, derisa erdhi, do thot e vërteta për të dalë dhe për të llogari para madhrisë së Allahut Azza wa Jall. Wa kadhabu bi ayatina kadhaba. Dhe këta kanë hinë xhenem për shkak se kanë këmbgul në kundërshtim dhe i kanë kundërshtuar me këmbgule të mëdha argumentet e tona pra udhëzimet e Allahut Azza wa Jall. Wa kullu shay'in asaynahu kitaban, ndërsa ne sot çdo gjë e kemi ruajtur, do thot në saksi, do thot e kemi evidentuar çdo gjë dhe asgjë nuk do të mungohet. Normalisht kjo është drejtësia e Allahut Azza wa Jall dhe këtë Allahu ka dëshmuar në çdo vend në Kur'an, për shembull, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo njeri që kemi vendosur dhe kemi vendosur fluturakën e gjykimit, ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Edhe kemi ashit shërbim në gjykim dhe kemi thonë që ku e ke filtruar edhe lexoje çka ke bën. Pastaj në surën Kaf o dhe al-kitab vendoset libri, çdo gjë është regjistruar, fatal mujrimin mushfiqin mimma fi. Keq bërësit zullumçarët janë kurashtar me ditë se afu ka ikë në zullum që se kumbo, që se ka shkruar Zoti. Edhe kur e shohin çka ndodh, ويقولون يا ويلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Eç ka më pa aty, çdo gjë është evidentuar për pikëmëri, nuk ka mungesë, edhe aty kanë më gjetë ato çfarë kanë vepruar nga sa Allahu nuk e bën asku pa drejtësi. Pastaj fadhuqu falan nazidakum ila adhaba, ayu pravuni, ne nuk do të shohim ju vazhdim tjetër, pas do thot vujtje, do thot dënime nga më të ndryshme, do thot si pasojë e rebelimit tuaj ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj Allahu tregon në këtë surë gjithashtu që fitoria reale i takon atyre që janë kundër të devotshëm. Do thot Allahu Azza wa Jall tregon që për ta ka përgatitur gjërat që syri ka parë. Inna lil muttaqina mafaza. Për devotshëm ka fitime, shpëlime gjigante, do thot relax, gjigant që Allahu ka përgatitur enkas për ata. Do thot kanë fituar ata që kanë shpëtuar normalisht pi xhenemit. Pastaj tha hadaiqa wa anaba wa kawa'iba traba wa ka'san dihaqa. Tha kanë pas vreshta, rushi, edhe vasha të një moshe, edhe gota të mbushura plot verë. Do thot kanë pas kopshte, palm, edhe gjëra të bukura që syni kënaqen me to dhe kur njeriu i shijon, do thot kënaqet me to. Pastaj tha kanë pas edhe hyri, do thot që do të jenë të ngritura, të vigjura, do të jenë të një moshe, do thot nuk do të jenë të shtrepe apo nuk do të jenë do thot të tilla që kur i shikon do thot neveritesh për tyre, por joshesh me trupin e tyre. Pastaj tha kam pas vera të mbushura, do thot një pas një, të tekulluara bukur mirë. La yasmauna fiha lagwa wala kidhaba. Atë nuk kanë dëgju fjalë kota as gënjeshtra, do thot as mëkate, gjëra të cilat janë të padobishme dhe normalisht shtëpia, do thot xheneti realisht është shtëpia e paqes që nuk ka aty asnjë mangësi. Jaza min rabbika atan hisaba. Shpëlime këto që Allahu ka përgatitur si dhurata për ata që i binë dhe i nështrojnë Allahu Azza wa Jall, atan hisaba, dhe dhurata të
të shumta, të cilat do të Allahu ka përgatitur do thot për ta. Pastaj normalisht Allahu ka treguar më poshtë se askush nuk ka drejt me fol. Do thot pa lejen Allahu Azza dhe para Allahu Azza wa Jall, madje as meleket as pejgambert. Për arsye Allahu Azza tha la yamlikuna minhu khitaba. Do thot atë nuk ka drejt, askush nuk mund të flas, do thot askujt. Dhe normalisht pa lejen Allahu Azza wa Jall nuk ka mundësi me fol askush. Pastaj Allahu Azza wa Jall vazhdoi të tha yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. Atë ditë Gjibrili dhe engjëjt qëndrojnë rresht, ato të rreshtuar dhe askush nuk flet, për shkak se do thotë është ditë e frikshme, të gjithë presin se çfarë do të urdhërojë Allahu Azza wa Jall. Illa man adhina lahu rahman. Pos atij që do thotë e lejon Allahu me fol. E këtu është edhe rasti edhe pejgamberit sa që Allahu do t'i jep leje. Jo wa qala sawaba, dhe normalisht dhe ai i cili thot vërtetën, do thot realitetin dhe drejtën që nuk ka asgjë tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Dhalika al-yawm, është ditë e vërtetë. Faman sha'a takhadha ila rabbi ma'aba, kush dëshon të kthehet rrugës së Allahut Azza wa Jall, le të kthehet, do thot para se më u buvon. Pastaj inna anzarnakum adhaban qarima. Tregon për kiameti është afër. Ne u atrashëm atyre, do thot vërejtjen për një dënim që është shumë afër. Pastaj kush nuk e din kur vjen kiameti, do thot ai është afër. Dhe normalisht ajo që është afër sigurisht se do të vjen ja sot ja nesër. Yawma yanzuru al-mar'u man qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Në ditën kur besimtari do thot shikon, do thot çka i kanë sjell durrët e veta, do thot do të shfaqen punët e mira, qofshin të këqija apo të mira. Dhe normalisht e cekëm ajetin e surën Kaf wajadu ma amilu hadira, njeri ka me gjithë ato çka e ka bu, ose yunabbahu al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Atë njeriu do të njihet me atë çka e ka punuar dhe atë çka nuk e ka punuar. Pastaj i mos do thotë judhëtari do thotë asigur të ishte edhe. Kur e thot këtë fjalë, e thot këtë fjalë kur Allahu Azza wa Jall i çet edhe kafshët në llogari dhe kafshët që e ka dëmtuar qetën ja ka thirr brinin. Mazit mirën hakët gjaçet edhe mesin e kafshëve kuni turaba, Allahu i thot kafshëve bëhuni dhe edhe pluhur, edhe kur e shohim këto judhëtarë thonë ja litini kuntu turaba. Edhe judhëtarët thonë që asigur të isha vonë edhe. Pak a shumë ishte leximi i drejtë i surës dhe përkthimi i saj dhe tek këto ndonjë mësim për të thelluar më shumë në mësimet e kësaj sure. Bi'idhnillah takohemi në ligjëratën e ardhshme dhe në takimin e ardhshëm. Syfër të këndshëm, agjëm të letë të pranum, edi mos mirë, alhamdulillah.